Territori i Kosovës për datën 19 prill do të ndikohet nga moti qëndrueshëm, me kthjellime dhe vranësira kalimtare gjatë ditës. Vlerat termike do të jenë në rritje graduale. Temperatura minimale do të zbresë deri në 9 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius në disa zona të izoluara, veçanërisht në jug të territorit. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi mesatare prej 5 deri 10 metër për sekond. Her pas here në Lugina mund të arrijë deri në 12 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 12 deri në 23 gradë Celsius. Podujev 12 deri në 22 gradë. Skënderaj 12 deri në 21 gradë Celsius. Pej 13 deri në 23 gradë. Prishtinë 12 deri në 23 gradë Celsius. Gjakov 13 deri në 22 gradë. Malishev 13 deri në 21 gradë. Gjilan 12 deri në 22 gradë. Ferizaj 12 deri në 22 gradë Celsius. Kaçanik 13 deri në 21 gradë Celsius. Suharek 13 deri në 21 gradë. Prizren 13 deri në 22 gradë Celsius.